do të ishe në gjendje pra të kandidoje për selektorët e kombëtarës së Kosovës? Unë jam gjithmonë i hapur për minimu futbollit kosovar. Edhe pse jo nga mirë po. Ju e dini situatën dhe mirë po pse jo, unë jam gjithmonë. Mos t'i paramenin gjithë tjerë të cilët kolitor të rritë, tani keni Moni Dellovi, cili dita ditës po bëhet lideri kombëtarës tonë për futbollit Kosovës. Edhe ajo që ka tha edhe Zema, domthonë është një trener i cili po vjen në ndeshjet futbollit Kosovës, shikon ndeshjet, tani mo dy lojtarët Prishtinës veç kanë qenë pjesë përbërës e formacionit. Kjo bën ato të mirë që Federata e Futbollit Kosovës do të mendoj shumë mirë, edhe unë jam optimist që Federata e Futbollit Kosovës do të insiston që Foda me vazhdu punën. Urojmë që edhe Foda ta respekton kontratën edhe vazhdojmë punën aty ku është mbetë edhe ku vazhdimsi, sepse është një stat. Është ka një klauzull në rendit të kontratës. Është një stat. Një klauzull e ka kur vjen, qofse vjen një ofertë, faktikisht unë jam i lirë për këtë dësh problem. Ajo është çështje tjetër. Këto ekzistojnë. Ajo është çështje tjetër, nuk e di të vërtetë. Jo, shkon. Vjen fare dy dorë, ka vjen fare kushtetuar. Nashta për Fodën është e lehtë me shkojnë në klub tjetër, po mendoj që për kombëtarën tonë është e vështirë sepse në këtë stat, kur veç është përgatitur ekipa, merret një selektor tjetër, mendoj që ka më qenë shumë e vështirë. Kemë na trajnera këtu në Kosovë. Uroj që të vazhdojmë punën këtu të licencuar me pro licenca. Me mentalitet në përgjithësi. Cili është për kombëtarën? Unë s'po them kurrë pse, mos ti nësh mojna trajnera tonë. Cili është? Po unë s'u du me dhënë me emra, s'u du me dhënë me emra. Kemë trajnera në Kosovë. Trajnera do të ishe në gjendje pra të kandidoje për selektorët e kombëtarës së Kosovës? Unë jam gjithmonë i hapur për minimu futbollit kosovar. Edhe pse jo nga mirë po. Ju e dini situatën dhe mirë po pse jo, unë jam gjithmonë, jam rrit, jam lind këtu një kohë. Mirë po, jom gjithmonë i hapur të jepi maksimumin në çdo aspekt. Artar, ju si e vlerësoni punën e Franco Fodës deri më tani te kombëtarja e Kosovës? Personalisht jam shumë i kënaqur. Ka si një frym krejtësisht tjetër se Kosova? Normalisht, dëgjoj, kemi pas kritika shumë për trajnerëve të kaluar, ka pas momente të mira me Shallandin, pastaj ato që ndodhen. Erdhën disa trajnerë tjerë që me as loj, as kur që s'ka pas. Edhe faktikisht kam pas edhe trajnerë këtu që edhe në të kaluamën para se marrë këtu kam pas probleme me shtetet e atjeshme tjetër që ndoshta nuk u bë shumë e madhe këtu te na. Me Franco Fodën jam i kënaqur, por të them të drejtën kam frikë që mund të largohet. Mirë tha trajneri se këtu klauzulat janë të çuditshme në momentin e nënshkrimit të kontratave sepse kur ta afron dikush, sepse tek e fundit kresë sot po luajnë ose po luajnë ose janë trajner për para. Kush e di çfarë oferte të mira ka për shembull. Edhe në klauzulën mund të mendohet që po mendoj në shkruan që mund të më largu sepse ende s'kan filluar